Ditën e martë, më 21 shkurt, me fillim nga ora 20, në Teatrin Shqiptar të Shkupit, u luajt Shfaqja Gratë, ose Mëkatet e tyre në Patriarkat, nga regjisorja Nastazja Domarazhka. Besoj e keni lexuar të dramën nga Tennessee Williams, Tramvaj i quajtur dëshirë, duket, kështu e ka të thuhet. Ai thotë që nuk i pëlqen në realizmin teatër. Nuk e don realizmin teatër. Kështu jam e don, pëlqen ai thotë që du shumë magjin teatër, pëlqen magjia. E don jam çashtu, e du magjin teatër. Prandaj po mendoj që sonte le të bëjmë bashkë që të ndodhë magjia, le të ndodhë pra magjia sonte! Se kur nuk flasim për dyert e mbyllura. Edhe aty që ka ndodhë pas tyre. Jam lodhë të i përsërit gjanat e njëjta. Duke i ndi gjanat e njëjta. Duke i vjell gjanat e njëjta. Një burë ndali kerin edhe mbërtiti, oj, kur? 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 Dashta e ka pas për qismet e mija. Për kam të tua. Edhe kam të mija. Të tijat! Me i shëndrunët e tia. Mi shëndrunat senin e ti. A e din që kam ka ndodhë? Pse themi? Burin e kam shumë të mirë. Një man. Një man? Merët me fmit? Normal, a janë edhe fëmijët e ti? Një di. As ju duket i çuditshme? Mua pëlqen me nejtë në shtëpin time. Me artin tim, mi ushqymë. A e din që kam ka ndodhë? Kur s'ko mujt me knaq? Se kur? Nuk flasim për atë që ka ndodhë pas dyrëve të mbylluna. Ndoshta nuk mërzitëm për tradit. A e din që kam ka ndodhë? Tradita! Po du me rrit kopshte. Me rrit art. Pse kur nuk flasim për... Kopshte! Qka ka pas kopshteve të mbylluna? A e din që kam ka ndodhë? Tradita të shpif! Era! E kajnë bun! Kopshte të mbyllura për gratë të bukura. Gratë vyshme! Gratë turta! Gratë, nanat, motra tona! Po du me u qmend, kur i dëgjoj kaq latësi, kur na thrasin motra. Motra? Oj, motra! Motra! Ndërto? Hajde ndërto! Qka me ndërto kur ti? Nuk e din qka ka ndodhë! Një udhëtim kaotik teatror, provokim për shoqërinë që refuzon t'i pranoj problemet e veta.
një shoqëri e cila i detyron gratë të heshtin. Nuk ka pas frikë as kur e ka fotografuar mikun duke i vrarë burrat tanë, apo burrat tanë duke i vrarë gratë, gratë e tyre. I ka fotografu gratë para se mu vra, pa e ditë se kanë mu vra. Cili është qëllimi i historisë tonë të mbushur me mlef, urrejtje, mëni? E kërkojnë në për historinë tonë një dëshmi që ne kemi rëndësi, pavarësisht rrethanave. Dhe ajo të shtroket nga dera të dera. Ajo i një dëshirat fëminore të vajzave për me ndjek andrat e tyne. Dikur ka qenë si apo. Andronte të bëj mjeke, inxhinjere, balerinë. Ajo e mjetë shmimin e këtyre andrave. Dhe ta shtroket në përdyrën çdo ditë nga mëngjesi deri në mbrëmje. Ajo troket në derë të tij. Edhe ai thot, ne kemi vendosur që ajo s'ka me shku. Kush jeni ju, ne? Por ajo nuk ndalet. Ajo pyet për të ardhmen e vajzës së tij. Ne kemi vendosur që ajo s'ka me shku në shkollë. Kush është ne? Kush jeni ju ne? Ajo s'ka ide si për ja del me majt tërbimin mrena. Zemra po i plas, gjaku po i vlon, edhe shkon të një tjetër shtëpi. Ne kemi vendosur që ajo s'ka me shku në shkollë. Kush jeni ne? Krijuar nga një ekip i grave, artiste të jashtëzakonshme të teatrit. Gratë është një bashkim i hidhrimit, butësisë dhe dhembjes. Është një thirrje, një protestë teatrore, një pyetje. Ajo promovon dhe mbron të drejtat e grave. Në shfaqje luajnë Lumnie Sopi, Edona Reshitaj, Gresa Pallaska, Gjejlane Godanci, Sheqerie Buçaj dhe Shenghyl Ismaili. Njerëz që mundohen me ta shu dëshirën për artin, me ta humbë vullnetin për punën, me të parull e me të poshtru me fjallet. Sa po shitesh për një rajt prostitut? Prostitut? Masë në teatr se kanë me kesh njerëzit me ty e me neve. E unë nuk do isha me besu. Baba jam nuk unë katunar, po njeri shumë fisnik. Po në teatr nuk vike me pa mu për shkak fjallëve të njerëzve. Se kish prikin grati se nëse vjen teatr, ma shumë kanë me këqyr njerëzit ato në publik, se mund s'kenë. Edhe jo me këqyr në mënyrën që me uru e mi thonë bravo! Tu jam nderuar ta kem pranë aktorën Edona Reshitaj, ku do ta pyesim se si kanë shku provat për shfaqjen Gratë. Përshëndetje. Përshëndetje, du mi përshëndet krejt të shikuesit e Klan Maqedonia, edhe faleminderit që keni ardhur sonte në Shkop. Qa me thonë për provat i kemi kry para premierës, kështu që këtu fillu me u adaptu, çdo lëvizje prej vendit ku jem mësuar me dhon shfaqjen, është një farë sfide, një farë ambienti, po teatri i ri.
Edhe besoj që fantazi, shpresoj që sa më shpejt kemi me renovu edhe në Prishtinë edhe me hy në teatrin e ri. Kështu, do me thonë, mendoj që ka me u prit mirë për shkak të tematikës që e ka, se shfaqja e gratë është një lloj proteste mbi të drejtat e grave. Shpresoj që ka me pas ndikim të madh këtu në Maqedoni. Nuk dyshoj. Tregon pak për rolin që e keti këtu dhe për mesazhin që e jepni. Unë jam një prej 6 grave, që, do me thonë 6 aktoreve që i luajmë 6 gra, ku shtjellojmë temat ndryshme mbi problematikat e mosbarazisë gjinore. Është një farë ndërthurje ku e qesim në pa dhimbjen, mosbarazin, rebelimin, forcën, dashurin, gjithçka bashkë. Kështu unë flas mbi seksualitetin femëror, kemi tema tjera ku flitet për s'kam nevoj me i spjegu se ma mirë është me i pa, po për lirinë e fjalës, për femrat që vritën prej antarëve të familjes, prej lirisë elementare njerëzore. Shpresojmë që besoj që kemi me shiu shumë këtë shfaqje, suksese dhe mezi po presim e pa shfaqjen. Faleminderit, përshëndetje edhe juve krejtve. Shaj e barë, shaj se e barë, shpatula tregjë në kam, pesha tranda mbaj, shaj se e baj, shaj se e baj, se kam nërmen kryt me unë, as me u shkrim vaj, shaj se e baj, shaj se e baj, një luan e shmërana e kam që t'i haljo se ke pa, shaj se e baj, shaj se e baj, shmendunisht e du lirin, e për këta pas kam faj. Shkon mendje se ndoshta nëse ju nuk jeni problemi, dikush afër jush është problemi. Nuk i shkon mendje asnjëherë me shkëlqytje pse. A me thonë ballo burr, nalu se s'ban. Apo kë nuk është problemi juj. Për këtë arsye jam unë sonte këtu, këtë botë të finume nga dhuna. Dhe jam e gatshme me këtë goditje. Diana Kastrati, Antigona Morina, Zeynep Berisha, Donjeta Pajasitaj, Dafina Zhubi, Valbona Marko, Klara Marko, Armenda Aliu, Sabile Mavroqani, Sebahate Morina Sopi, Maribona Osmani, Lirie Qerimaj, Sadie Godemi, Hamide Magashi. Dhe kjo nuk është problemi juja, po. Unë jam e gatshme. Ta shërmash me shtyp se cilin burr që vetëm gishtin ku zonë e drejtu ka unë. Për këtë arsye jam unë sonte këtu. Këtë botë definume nga dhuna. Edhe po të me ju pyet prapë. E prapë. A e dini ju se që kam ka ndodhë mu?